Mirama, dëgjues dashur, mirë se dëgjohemi sonte. Këtu jemi së bashku me musafirën tonë edhe së bashku me Tushin. Pra, do të kemi një temë shumë interesante sonte edhe me një musafir me nder të madh që kemi në studio këtu, sepse do të bisedojmë diçka që nashta dina, po nuk dina. Do të thonë për çfarë kemi edhe ekspertin këtu ku do të bisedojmë me një temë shumë interesante që do të na vynë edhe për të ardhmen. Ma merr mendja me Tush. Po, sidomos dëgjues tanë që do na ndjekin sonte, ata që na shikojnë, jemi me Kosovari Ulluri, një ekspert, një shkencëtar, një mund të themi ulëmtuese e lëmisë më bashkëkohore tash, asaj që po vrapon në gjithë bota, edhe e dim që ka konkurrencë të madhe në këtë drejtim, por ja që sonte neve kemi Kosovarë që na shpjegon rreth profesionit, origjinës e gjithçka. Kështu që na ndiqni deri në momentin e fundit se mund të përfitoni shumë prej Kosovarës sonte, edhe prej emisioneve tona që i kemi pas me mysafirë që i kemi shumë respekt për ta, edhe këta që na bën neve shumë krenar këtë setin ku jetojmë. Atëherë, Kosovari mirëmbrëma dhe mirë se na erdhën në studio. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për thirrja. Faleminderit shumë, kjo ishte kënaqësia, do të thonë që do të bashkëbisedojmë për punën tonë edhe për atë rjetin ku jetu punu për shembull, sepse ne çdo ditë e përdorim, por nuk e dim çka është. Kështu që mbas jesë unë te këtu do të mundohemi pra që sa më shumë të mësojmë, sidomos për to gjenerata që pak më të vjetra, se të rrit nashta pak më ndryshe, po këta më të vjetër që çka është ajo, për shembull inteligjenca artificiale ose KI ose AI tash në varet çysh e përdor. Por si gjithmonë në tradicionin e Radio Lindjes se kemi për shembull kur kemi musafirin për herë të parë, kemi dëshirë ta dim pak vetë për musafirin se kush është nga vjen e kështu me radhë. Okej. Ta shpjegoj tash shumë për vete, ja? Po. Po, okej, unë jam Kosovar Ulluri, kam doktoratur në astrofizik, tash punoj si direktore me inteligjencë artificiale, AI, me një firmë konsulente në IT. Se kam provoj me AI për 2018, po provoj si konsulente, mit 10 vjetë, për shkon koha shpejta, vesh jam rrit në Norvegji, po kam linë në Kosovë. Ja kam fillu në klasë parë në Kosovë, tani me një herë, mas 2 jave, o du të me lëshu Kosovën e mu i për Norvegji. Që që kur ke arë për Norvegji, dhe me hanë printe tu i ke pasën qash dhe më donën mas Kosovës, për mos me harru Kosovën se ku do tjetë në ardhmen, mas shumë viteve e ke përfitu një emën, që dhe për e balë me veti këtu në këtë shtetë Norvegjis, si Kosovare, edhe emrin Kosovare, dhe më thonë, jo shumë i kemi nga prej shqiptarëve tonë që do shta kanë qenë, jo dha shumë patriot, po kanë pas dëshirë që fëmijët e tyre me t'i barë, t'i nejmat, që kanë lidhje me shtetin, me kombi, me popullin tonë. Po mu më pëlqen emri jem shumë, se edhe gjithë burnurna me emën, me prejardhjet em, se si në rritë Norvegji, mu me full norvegjisë nuk mund me dalu kur qysh, se jam norvegjeza, kosovara, qka jam, po gjithë ja evoluosi ato, jo, nuk jam norvegjeze, jam kosovare e Kosovës. Aja shumë e rëndësishme për mu, edhe ashtu edhe i rriti fëmijët e me di si janë shqiptar, edhe ata, po. Po, tash, kjo farë karieran si konsulente, me inteligjenca artificiale, do me thonë, është shumë interesant, po është shumë e vështirë, se shumica, a do me thonë 99.999% popullsisë nuk mujnë nuk kuptojnë. Çka është? E gjdo det, nuk shkon det, se nuk do të mja spjegu me fjallë të leta, me fjallë... Ma të kuptushme, po edhe apet zërë pak, me muridhën ta. Kosovari, neve të themë pak mrapa, ta është ajo, ne për herë të parë, 5 vite, 6 ja, e ke mojtë të nostën, mund qytet në qendër këtu në shesh dita shqiptarëve. Kosovari a erdhë me pjesë, me veshje kombëtare, edhe në lani përshtypje shumë të madhe, se ne menum që realitet ke folë norvegjisht aty herë, pas ne edhe prezantove Shqip, për shkak se kem pas musafir edhe prej komunës, edhe politikan, kështu që ishte një kënaqësi e madhe prej atëherë që na kem menuar që kur do ta ftojmë Kosovarën, e dim që nuk ka qenë lehtë me marr Kosovarën me punë radio këtu, po tash pas shumë viteve, pas shkollimit tanë, doktoraturës tane, edhe një doktoratura, po mund tem, një shkollim që se ka kushi këtë në Norvegji, a shumë pak problem, por ja që vjetë mbete pa punë, dhe më në drejtim. Po, ta shumë konën, unë 2019, në shtë kom fillu me punu me
me data science. Do me thonë kuptimin e informatës. Është shumë e vështirë, do të me ditën matematikën shumë, e statistiken, edhe do të me pas një farë aftësie si çdo temë, me lami, dhe qysh me përkthy, qysh është kjo temë në mënyrën matematikore. E aja, kom pas shumë përvoj me ta, po tash firma, ka pas, çdo firmë, këtë Norvegjin, çdo botën, ka pas problem me Covid. Edhe nash firma jonë, ka pas problem me Covid, po tani s'ka mujt apet më qunë, në gojë ka lanë Covidi, e s'ka mujt më qunë më gojve. E ka dale, ma në fund. Shkojnë falimentim në ofim, kumania ju aty. Neve kemi me astrofizikën, ka qenë deputet në Kosovë atje, edhe ka pas shumë problem ta kuptojnë njerëzit, dhe kura folja, se gjithmonë ka përdor atë terminologjinë e ti shkencore. A jeni familja po jo? Jo. Që që të përnonën Kosovarës nuk do të mundojmë me nga shpiku se edhe ne do të lodhë me kuptu ma holësisht atë ullumtime të e shkencore që i ke pas dhe me tani, por shkojmë tek ajo se Kosovarë tash e keni punë do shta dhe matë mirë kërë cek valushë është në pyetje inteligencë artificiale, çka mund kërkohet aty, çka mund përfitojë njeriu nga ajo dhe si të përdoret, apo në anën tjetër duke menuar që për përdor njeri në formë të mirë e keq përdor. Është shumë lehtë me keq përdor, se është lehtë u mashtru për AI, për një farë chatbots, se e kanë një farë gjuhë shumë të lehtë, shumë melankolike me një mënyrë, adin shtinë me thonë me besu në to, se fjallët i thonë shumë mirë, po mujnë me qitë rana për vete. Se ato që jenë maru ato programe, se programe është platformat, modelet, i ledzojnë që është një tekst. So ma shumë tekst me jopë, so ma të mirë bon ato farë modelet. Po, tash këtë modele në Amerikane, ma sporti, e në 90% i teksti që ka përdor për me maru këto modele janë tekst amerikane. E ato e shë kulturën amerikane që shfolë qatë kipit. Adin? Do me thonë, nashta preferojnë arme kundra paches. Adin? Se me paskon me tekstë norvegjeze mu kreju modelet, e këshim preferu pachen. Ashtu shumë që kanë himin në Norvegjia. Me folë për kodra male e ujë. Po, ashtu. Do me thonë se nuk është tekstet në balans, se edhe tani edhe modelet nuk janë në balans, po. E ka mujnë me dalu, për shemë femna, mashku, mujnë me thonë, qitë ma një fotografi përdu për një shef. Po. Edhe një direktar. Kur, s'ka me qitë një femën shqiptare, në fotografi ato, ku me ka një mashkull, mosh 50 plus, i bardh. Qashtë? Po pse kjo ndodhë? Bias ka, bias tjerë të kjo farë, si ndalojnë. Do me thonë si kur janë teksti, a farë data, si përdor, për mi zhvillu modelet, kur nuk janë tekstet në balans, edhe rezultatet nuk me ka në balans. E tash ka në Trondheim, për shambull, a fakulteti ato pënën me zhvillu modele si janë ma balansum, si nuk kanë dalime mes gjenive, nuk kanë dalime mes popull e kultura, po është shumë vështirë. Se do të me pas kapacitet shumë për me mbujt mi kriju këto modelet. Të OpenAI, bashkëpunon me Microsoft, e këtë atë farë stackin IT-adin, ato shka të vynë me pasën e kopi Microsoftit. I ka të gashme, do më një merë për ati. Po shumica janë gashme veç tash me ditë mi përdor, që atë është ajo këtë esenca edhe IT-s për ndokët. Ti nga tregove që parën klasë mas 2 jave e jarë këtu. Por vendi nuk e tregove, dhe me thonë është prej Lipjanit, ha? Prej Lipjanit, po. Lipjanit që është më rëndësishme, që sa dim që ku prodhon këta njerëz për shembull që e kanë këtë IT-n, dhe me thonë pjesa i Lipjanit, ku ka ajo pjesë, dhe me thonë që e kena si inteligencë artificiale që po vi kam për Lipjanit. Nashta edhe ajo mira në Amerikë është për aty, nuk e dim tash. Aja është për Gjirokastës. Gjirokastës. Edhe rritë në Gjirokastër, si fëmi, po. Okej, që sa mira, përse tash ajo atje ti këtu, e tash ka dalë normal që... Ta një inteligencë originale, alush, kur se ta vetë për 2 javë ditë nuk ka ati, nuk ka pas kohë kur me kriju diçka, në atë aspektin artificial. Veç gjinit, a? Po. Genetika. Genetika, që
të doshta me thonë, gjeneza në shta vjen pi një pi Gjirokastrit, një pi Litvionit. Ne vetë du pak më herët edhe me Kosovarë na tregoj se nuk është vetëm këtë Norvegji, ka me print, i ke print ton, i ki motrat, i ki vllahun. I kam print Larvik, qytetin Larviku, edhe një motër ato e kam me familje të saj, e kam një vllahun Trondheim, jep mësim fakultet. Pak të ndomë, po, edhe një motër Oslo. Aja shumë për krah për gjithçka. Më në kra ofre e paske këtu, se tash kur i thu dikujt ketë Norvegji jeni, Norvegjia ka këto kufit pak ma të gjanë se këto tjerë shtetet të i kemi shqiptarë. Veç edhe i kam prind në juët aq qarë, adin Larvik është një orë gjysmë pjaslët, për gjithçka pritin vinë. Lodhna shumë, nashta në kona tepër, tirin telefon, s'poj me t'illu shpina, adin s'po kam ko me flajt, anaj sen, okej, mini herë prind. Kështa mirë, ka një plus. Shumë plus, po. I përshëndesim na shumë ata edhe shqyqyr që janë, edhe që po dalin ndim. Të kthehemi te puna edhe profesioni. Inteligenca artificiale, ajo ushqehet prej njerëzve. Në më thonë, shumicën jo shumicën po gati krejt, prej fillimit e deri sot që përvërdorim, ajo ushqehet prej njerëzve. Tregon atash për shembull, kur ushqehet ajo prej njerëzve, a ka regulore, a ekziston regulore për KI ose inteligencë artificiale sot për sot? Po nuk ekziston. Jo, tash ata mujnë me thonë se janë të përcjell moral, etik, çdo çka, ato i kanë ato drejtimet e veta, po me në mënyrë çdo firmë se hap një farë modeli e kanë jep jashtë për me përdorimi ka ato drejtimet e veta. Për shembull, domethënë Meta, adin Facebook ose ne ka u konto e zhvilluar në fakt, një AI për veti, po nuk ato rregullat e Evropës janë çast shtira, si u duften me ndërprer, nuk e kanë njopja për Evropë. Se domethënë kur shumë herë për Meta, me përdor ato, domethënë ato data ti shka jep, ata i përdorin tani për me zhvillu ma shumë modelit, një bu ma inteligent. Po ti ato informatat e tuat private, janë tuat private. Po është mirë altat me mbrojt disa informata tjera pak ma sensitive që janë ma konfidenciale dhe mos me dhonë. Po është tash, në Evropë, nuk e të Evropa për AI Act, ka shqiptar shumë nalt si punojnë ato, faktikisht me Evropën për mi qitën cilat regla janë qysh me botë. Se edhe Evropa tash masi kriza me politika amerikane, do në Evropa do me themelu vetin si një farven i fort për AI, adin? E do të me investu shumë parën ta. E ka nevoj për shumë gjenë, si janë tafë, si mujnë me kontribu për me bo regla, si mos mi mujtë me keq përdorë. Po tjera shtete nuk janë të obligumi për cilë. E tash edhe Norvegjia nuk është pjesë e EU, adin? E nuk është e obligume me për cilë. Po, shqyrzat, se i kena janë dojnë me për cilë. Po nuk janë të obligume. Kosovare, sa i përket inteligencës artificiale, neve dim tash sa do pak pisedum rreth asajna që kërkojmë, që përfitojmë, që bojmë. Neve kemë dëgjuar shumicën e spitaleve, tash ndërkombëtare, bëhen operacionet përmes inteligencës artificiale, dhe më thonë gjithë shka udhëzohet, gjithë shka shkon atë aspektin kompjuterik edhe mund bëhet të realizohet një operacion për ndërhyrje në organizmin njeriut. Besaj se është. Beson? Jo. Sepse kjo puna e këne media tash nashta vjen aja ditë najherë. Adhe nashta jo edhe qaqë largë, po tash është... Për momentin ju nuk jemi ato. Dar ma e komplikumja se janë përdor këta është, okej, a mund me ta, për shambull, jenë shumë, e kini punë shumë fështirë, e jetë si shef najsen, e të qojnë krejt punëtort e-maila, për gjithë shka. A kam ditat lirë punës, a muj me shku në përshem, a jam smut, fmiti kam smut, du më nejtë shpe. E kush do të me ja këthuja të përgjegje? Ti s'ki kapacitet me ja këthuja të përgjegje për gjithë kujna. Po reglat janë regla, i ki sistemet që i kanë ato listat me numra, sa dit i ki të lira, sa dit i ke përdor, që ka janë drejtet, mund me bo një AI si
i lexon ato tekste, i din këtë informacionin, edhe mund tani me ta kthy emailin automatikisht. Për pyetje. Se ta liron kohën ty si shef, për me bo naj punë, si me kriju adin ma fitem në punë, revenue me rritën në mënyrë. Se kjo është me ta letësu, me të hik do punë pak banale, si shumicën e kohën, po, ta morin shumë kohën. Po, mund e përdore për shumë punë të mira. Tash, unë për shembull jam të punu me një projekt me Health Direktorat, e shqipjan departimenti... Ministrinë Shëndetësisë. Po, e jena të e bu një chatbot për familje ku kanë fëmijë me smuja najsen. Adin si janë, kam probleme, fizikisht, psikikisht, najsen, sa më nësat të bëhuv, shpëthojnë këtë Norvegji. Jena të bu, shumë zara ta kanë drejt për qmas për shtetit. Adin, kanë drejt për me ordi kush me të një muë, mi rritë. Adin ki jeti shumë ki presion. Ashtu, obligime dhe tjera. Obligime dhe tjera, ki edhe fëmi tjera, nashta, ki pun, a do me lëshu punën, për me këqy fëmin, a qysh, e mund me të një mu shteti shumë. Veç mi gjetë ato, është një fa birokratije shumë e fështira. Regula ko shumë. Po, ko shumë regula. E shumë mund navigu për mes, adin shka tjep shkolla, ndim, shka tjep novi ndim, shka tjep atë ministria ndim, këtë këto është shumë zarë, e tash janë të bënë një chatbot, si të bënë këtë ato informatat e shtetit, që ka janë me ligje, me ndima, me qysh e tek, e këtani kush familjes janë qatëvar pozite, mujme që me funë me një chatbot, edhe direkt mujme kombinu ato informatat e krejve, edhe në tvarfagli, qysh... Kretë referet, dhe me thonë mi rethu ato me një vend edhe... Po, do me thonë si shumë kohë mujnë me fitu. Dhe kam bo një farë... Sistemi. Po, një sistem, po e kam bo një studim. Ta është sa kohë, gjitha njeri në qitë pozita, është sa kohë përdor, e kanë gjithë si 23 orë njavët, 23 javë njavët, veç me të bu informata për byrokraci. Departamentive ndryshme mor informata. Po, se nuk janë, ata nuk janë, novi nuk din që ka farë ofirë ta ka shkolla. A den, helse fag, ato helse station. A den, nuk din që ka në shkollë. Janë qerë dhe. Këtë ato që shkomunikum, si prend, do të me shku të shkolla, do të me shku të mjeku, do të me shku... Ashtu, gjdo end me po, e ta shku farë zgjidhja shina jonë, i të banë këtë ato edhe ja letan ditën prendve. E kjo shumë ki qëtetin do me Norvegji, tash kena me qelen pilot, e kena me polituat projektin, një korekt që shtë, dishka, edhe besaj se kom konë shumë pozitiv. Kjo puna e lesimit, me thonë, me këtë projekt, edhe me këtë platform që mund të kryohet, kjo, mund të alena dhe kam pa punë, në talmen? Nashta. Se tash për shemull, dita më heret, me thirë novin e ki ati një konsulent që të ofron ndim, dhe të të prap shkuadje Ameriket, Stat Ameriket, tash a i post humbë, se tash me e qatë buti atë dhe këtë gjitha. Kështu që... Po, është një farë fjole si tojnë AI nuk me ta marë punën, po mos me bashkëpunu me AI, aja me ta marë punën. Mos më mësuti me përdor AI në punë tonë, si me thonë jo, kategorik nuk jam e interesu me punu. Kom pas këse, kom përjetua, dhe në kolegë ka thonë, okej, jeni të përju me AI, jo, unë e ika. Nuk e kjo për mu. Po, kom marrë një ditë, se s'kom e pas punë ma. Se s'din që shme përdor sistemin. Ashtë do të më, adhe na, si kulturë, më zhvillu me sistem. E kjo është pjesë e sistemit tash. Pjesë e hap me kohën. Po nuk s'mujna më këthy prapa. Këthim mrapa s'ka. S'ka. A duhet për shembull na si njerëz të tjerë që jena, tash se normal që shumica njerëzve në botë janë më të tjerë se ata që janë me AI, ose AI, ose çu dush përdor. A duhet na më kon të preokupon shumë me këtë punë, duhet na më vazhdu jetën normale dhe ka pak aty këtu diçka. Ka pak. Që mos mu preokupu, se na shta munëm edhe me ronë depresion, se
se ka shumë sene për shembull që se ne plot shok i kemi kur folim diçka për data i pyesim ata që din, si ty për shembull, me të pyet na fol diçka, na kujtojmë që po fol anglisht, për shembull edhe na hupon krejt, nuk vetëm më shumë. E tash pjesa jotja, ana jote, ti çuditesh që na nuk fidim se normal që si dim edhe priton me na shpjegu për shembull, se janë ato fjalë që janë Po edhe çashtu, edhe unë tash jam mësuar me folën këtë gjuhën tam, më shumë të anglisht, a dhe? E tash më një rast vjetë në Kosovë, që shto kem, e më veti tezja, shka punan, a dhe? Veç për të me ditë, shka, kërja nisa me spigu, edhe tezja, edhe printemi me qmetën. Për me, a dhe, kështë, s'mujtë me kuptu krejt, po veç si dita me ja spigu. Deri dikun shqip, a dhe metën, pa fjalli qysh, se nuk e pritën këto, se janë do fjallë shumë trona, edhe anglisht janë trona, edhe ata angles nuk i kuptojnë, tash me pru mi përkty ato shqip mi bo, tash ta mas pari mi përkty norvegjisht, tani mi përkty edhe një herë shqip, dhe qysh edhe hupe edhe kuptimi në përkthim. E tash një sen shumë interesant, më falë si dërprejta, si po thu për fëmi. Për fëmi, po. Tash unë jam kitë kundra, kitë në kategorik kundra, si ta përdorin. Edhe, dhe qysh, është më interesant kur e di qysh e tek këtu farë kjo teknologji funksionion, jo veç në IT, po AI e krejt, edhe jem kategorik kundra fëmit mi për të rorë këto. Se e di se njerëzi ka nevoj më zhvillu trune në mënyrë naturale. Se nuk mund mi kësy do hopa. Ade nuk mund mi anis me vrapu, para si mësos me hez zhag, adin? E kur pjekesh, si para kohë, jo i din do senet para kohë, ato në YouTube shka së gjena, edhe hupe dhe fëminja. Jam këtë kategori kundra. Fëmija jem kanë 20 minuta në ditë televizor me këqyrë. Tërtona e sene. Po nëse ata, nëse janë qerda, nëse janë qerda, po. Se kur t'ja nisin me dalë me shoqe në rrugë, për shembull, aty s'munësh mo, aty dhe të tonë s'ki mo kontrol. Po tash, unë di si jam këtë pak ekstrem, po është edhe një farë, këtë janë të ndrua, tash në shkollë, ku e kam djallin, janë të bue, këtë shkollën fillore, e kanë prend tash, një engazhement mes prendve, si mos me jop telefona, për shembull, data kryen shkollën fillore. Muj me posa ora, për me mujt me kontaktuja telefona, adin këtë në hershit, në mënyrë. Jo me të meqëm, që smart. Po, jo smart, po. Si me mujt me kontaktu fëmin, veç mos me mujt me hi në internet, në mënyrë. Si muj më mësu me lu, muj më mësu me hetu sene, me zbulu, adin më gjitë në lisa. Pra po thejme të alushit, menoj që Kosovare këto është diçka tjetër. Neve ta në kohën, po provojmë shkollat tona në Kosovë, e në Maqedoni, e në Shqipni, t'i bojmë pak ma të veçanta, ma bashkohore. Ma bashkohore, me hek tabelat, ku kem shkrujt, drasën e zez, apo të barë, këtë whiteboard, tash, me bojmë me smartboard, e tash kjo prap, ko me kryu një sen që, që po të ndalëm telefonin, po a mësu se koma ta prap me ta dho një shpjegim për mes kanaleve tjera që i kanë kryu ato platformat e mësimit, më hanën. E tash, a i përheqja, gjyra, syni, ajo prap ko me kërku. Edhe unë jem pak e më shumë, unë jem mësue si të studiu, për mujt një sen me kuptue mirë, adin si qka e ka spigu profesori, o duhet me shënu me laps e libra, adin fletore. Me shkru, këm pos kompjuter gjithë, kurs këm shkru atë notat, adin tekste për kompjuter. Me dorë, s'ki shkru? Jo, gjithë me dorë, gjithë me dorë. Jo, e këm pos kompjuterin, e këm për dorë ku këm pos në nëvoja, adin me zhvillu nëjë programa nëjë, se unë këm studiu e një lami shumë të shtiru, du paqare me për dorë kompjuterin, po me shkru notate, adin notate kështë tekë. U du me lapse, me fletore. Atëherë i këm mojt men. Edhe truni është i zhvillu ma shtë. Ma shumë me mund men ato. Tregona pak për shemë qa është ma interesante dhe qa është ma kryesorja ku me përdor inteligencën artificiale edhe ku me pas nevoj me përdor. Qa është
dallimi për shembull, ku me kon na ma si njerëz të tjerë tash po foli. Cila është ajo pjesa ku na duhet me kon pak ma koncentruar me përdorën dhe ku pjesë që s'kena nevojë, për shembull mundem edhe pa ato. Po, zbesoj si është qaq me rëndësi për gjithë kushte, nënen. Zbesoj se qaq punë e madhe. Këto janë hinë në sistem vetë. Adin, për shembull, ti krijon një platformë për shkollë, se kem të fol. Ai për platformi krijon tekste për nxënësa me të përdor një farë AI, adin. Po nxënësi nuk dyn me përdoren për me kuptu tekstin. Adin, si gjithë mas sistemi përdoren këto. Po si me përdor ChatGPT, se janë grok, janë najsen tjetër, janë Mistrala që ka dush, nuk dy, varë tash farë punë e ki. Okej, po për veti, nashta une kam qepë për teknikisht, adin? Unë jam e kom studiu astrofizikën, pëlqen numrat ma shumë. Tash kur une si tash me punë 3, kam shumë nevoja me bo PowerPoints të në kohën, adin? E me bo në tekstin pak ma kletë, e përdori, për thonë, okej, kam qëtë shambull, është shumë e vështirë. Po du tash me ma spjegu me një mënyrë ma të letë si gjithë kushe e kuptan. Ato e përdori, edhe vetë, adin. Po, në varët edhe që ka farë punë e ki. Besoj se nuk ka për gjithë kanë. Jo, unë e pyeta për shembull se tash zakonisht ne i kena celular në dorë dhe shumë senet aty pikryna aty. Jo me një bilet me ble për ryter, një bilet për ato, me porosit pak ushqim, jo me lujt pak loto, diçka, edhe ka një herë aty po hinë do doj për Nigeris. Do teze, do doj, do që jonë met një 200 milion, e po du të me shkujt emnin për emnin. Shumë është zarë. E këto janë sene që, për shambull? Një sen shumë e fështirë, se tash me AI mund, tash unë jam këtu në radi me juve, e inqizojnë zonin tem. Tash me që ti inqizim zonit, mujnë me shku me bu një program, si mujnë me zonë tem, me thyrë print të me thonë non, më vynë do pare. Hitë me zotem, nona jem nuk e më rvesha, është jem mona kush jam, adin. Edhe do që ka jem qemi njerë të qes me vips. Neve në ka ndodhë në altet, unë vetë personalisht më ka ndodhë kjo, po jo është me zonë. Dhe më ka ndodhë kështu dhe ka menu që njëti person që po më shkruun, kam bisedu me atë gati në njëtën formë edhe shumë përshtat shkrimi tina me ato që shuj njëtën përdishme me atë. Edhe shumë, aja shumë e rrezikshme. Se shumë zarë me dalu. E tash duhet më mësue gjithë familje, tash ku ju mënu edhe në familje tem, i thonë, do me posë një farë safe word. Edhe një fjallë, se e dina veç, kur dysha najsen, me njëherë me vetë... Me kërkua fjallën, cila fjallë. Adin, lullë bore, adin, shka dush, adin. Edhe, mos me ditë atë fjallin, okej, e din si nuk është e vërtet, adin. Po do të maspori me dyshu si nuk është a njeri, adin. Si nashta farë mënyret foljes. Najsen, si edhe zoni e me konë, po me folje, mi përdor dë fjallë, shka unë tipikisht nuk i përdori, ato më në dalu, okej, këtë nuk është a njeri, si po ipe si është, do të me mshela në telefonin. Kjo puna e mashtrimit edhe kjo puna e zhvillimit teknologjisë më ka shpejt. A punohet këto teknologjishin atë do të mbrohet këto personalitetet, do të mbrojtja e interesit personal, po shkak se neve kemi njerëz edhe në moshë, ato nuk dinë, është aty përdorin, por ja që mundësia ta ketë atë kartën e mujorën apo ta ketë përdor digital, edhe futet në disa platforma që nuk i dinë edhe tash patjetër që dikush do të më ndihmojë atij personi. Jo, ka shumë. Sa ka mbrojt atë aspektin e mbrojtjes së sigurisë, cyber security. Tash ne shohim edhe ne, që kemi këto, domthonë, kompjuterët e punës, na thonë tan kohën, aman mos i besas kolegës, ta mbyllë më një herë, mos e le hapën, mos e bën kështu, mos e bën atë. Mos jap shumë informata që janë të nevojshme, domthonë anonimoje dikun emrat, mos i jap emrat e qartë, bane pak më shkurt diçka. Domthonë tash gjithë kjo porosi që po vjen për neve. Na anën tjetër tash sa është shteti interesum me ndihmu popullatës vetë këtë drejtim. Po, tash edhe shumë interes, po, ne kam një shoqe që punon në DNB, në bank, me qëse, me inteligencë artificiale.
E aja punon me fraud detection, do me thonë, me ndërprej mashtrimet mes bankesh ka janë. Ja, aja ka zhvillu program se i përcjell çdo konto në bank, i përcjell, kita ato transaksionet, e me konë ne, për amëll, printeme janë larvek. E plötsligt edhe me thonën se mrena 1 orës, janë të përdor parën larvek, kanë shku në rejem, kanë ble hargja në sen, minutin tjetër, po del për bankës në pare për Rosis. Aden? E për okej, s'mu me konë kë 1 orë në larvek, mas 1 orë me konë ato farë në Rosis. Po mos në sen. Kjo është definitivisht është mashtrim në sen. Hajnidi edhe ndërprejnë. E ka, si fash, programe shumë. Që thash, kjo të zhvillu shumë shpejt. Edhe teknologjia shumë shpejt të zhvillu, mënyra qysh me përdor, tash për shembull me DeepSeek, është një model më i ri si o hapur Pekines. E ka edhe dhe i tash ka pas me një mënyrë me monopol OpenAI, ka pas modelit më të fortat, më të përdorta në botë. Edhe ka pas edhe mundësi mi shiten përdorimin e tyne shumë shtrajt. E DeepSeek s'ka pas kapacitet, s'ka pas teknologji, s'ka pas chips edhe microchips për me zhvillu ato sene, e ka revolucionu krejt mënyrën që shmi zhvillu modelet, edhe ka qytë me një vend balanca për bote me një mirë, me thonë, i ka jo për shpres se edhe në kusht tjetër, me aftësi të veta, mund me bo diçka. Po, tash unë si rol temin, do të me ditën pse DeepSeek, shka ka ndodhë në DeepSeek, qysh janë zhvilluar teknologji, qysh janë të zhvillu modelet e tyne, so parametër i kanë edhe modelet, so agente, se edhe me agente tash, do me thonë se një model me kry një punë specifik, janë një temë, shkencë natyrore, për shembull, e din perfekt. Po nuk din kur gjë për geografi. Edhen? E këto, kjo zhvillim, këtë teknologjia po zhvillohet qatë shpejt, e unë si do të me përcjell krejt këto, plus do të me shkue me kry punën që dohet. Nuk ka qatë nuk ka qatë krejt këto të dhonët, këto dikun duhen me pas një farbazi. Këto duhet me pas një platforme, a i thojnë tash qeli, Sky, Shyer. Ku janë këto, se këto e me miliarda, 100 miliarda fjallë, numra, që dikun rinë këto. Se për aty të zhvillohen, për shembull aparatet. E kena, mas jena ato po nuhem me shtetin, e Norvegjis, jena të obligu me përdoren baza të evropiane. Se na kena bazën kryesore, shka rrena, jeton modeli jonë, është në Suedi. Ka dhe në Norvegji, po në Azure, platforme në qelë, ka dhe në Norvegji modele, po jo që ato shka na duhet neve. E më të fort modelet janë tash për Suedis. Po ata përdor në atë Amerikës, janë edhe më të fort henez, po nashtan ta keq përdorin pyetjet. Do me thonë si ti pyet në sen, ata regjistrojnë atë pyetje. Me ko, ju të bënë qatë shumë pyetje, si mujnë me zhvillu modelin me rritë edhe ma shumë, me bu ma të komplikum, ma të avancum. Tani me fitu ata henez, veç si na kina jo pyetje. Kër janë në Evropë, janë ma reglat ma të shtira, për me mujtë mi mojtën me siguria ma e fort, cyber security ma e fort, edhe ma letë, ma ki ma besem. Në kofe. Po, Kosovar këtë platforma tash kanë kosto, nuk janë edhe këtë bashkë ashtu open, dhe më i përdor. Mund është me përdor gratis, po ki edhe premium, ka paketat ndryshme këto që i mund të përdorsh. Po, atë njëti model, tash OpenAI e ka platformën e vetë, si gjithë kushe, tash unë e kam telefon, OpenAI e kam të pagume, edhe i kam kita të shka janë për sigurim, i kam do të aktiv me hije, mi thonë nuk jam me interesume, mi përnda pyetjet e mija me firmen e juve. Ti edhe me pague, ato platforme Pro,
mos me hiti direkt, ato në settings, edhe me zgjedh ato, krejt, me ditën, ku janë mas pari me gjetën, e mi ndruhe, me thonë nuk jam e interesu me video, ato kanë me ti marrën informatat të toa. Do të me konë shumë aktiv për me ndaluhe, për me ti marrë. Edhen? Default, është ku jeti gjithkosh janë të ti marrë informatat. Default. Mune të më thonë me ti marrë. Po edhe në vege, gazeta, edhen, ja me shku ku aditore, po thojna, edhen, ka një herë edhe në hi e këqyri, shka po ndodhë. Edhe ata i të bojnë. Pikajt janë, kush janë të nga ledzu gazetat, pikajt janë, vesh IP address, edhen, e din numre, okej, kë numër ato për Norvegjisht, për aslot. Okej, kjo është informacion shumë i vlefqëm. Ta i mund e bu një profil digjuzve, edhen, ku pikajt janë, okej, nashta mujna me këruna content për gazet, si është ma i përshtatshëm për qata edhe në ledzus. Për kështu i zhvillojnë, për që ata i përdorin këtë informatat. Për shembull, na i kena këto në këtë platformat jena, si radio, edhe e shojmë edhe kanë herë vetë ku po qa po lypët, qa po dëgjohet, adin qa po janë të interesu njerëz, adin vesh na nuk e përdorën, për shembull ato që mi ngarku ato, me që ato, adin po mëno me majtë na një farë balanse që me konë për krejt gjithë shka, me pas. Se tash për shembull për çato kuptojnë që mediat Kosove edhe Shqipërie që përdorin shumë këto edhe për çato është u shku shumë keq. Se bojnë programe për shembull për politikë, se çajo shpi ushqen njerëz. Po rinë, po ndëgjojnë, po reagojnë edhe ata veç asi po prodhojnë. Edhe tash ajo është e keqja që për shembull po keq përdorin. Nuk po bojnë diçka që është me kvalitet, diçka që është që ka një farë bazet mirë, adin që jo më mësu ose më informu, po diçka qysh me veç me përfitu. Me thonë, se sot është ajo përfitimi, se sen që bëhet është për me përfitu, sa ma shumë. Adin edhe na ka edhe Donald Trump, tash na ka bëhet edhe mazi. Do me thonë, na ka qitë në atë asi që nëse s'ka përfitime, atëre s'ka vleft, as njeri, as kërkushi. Adin ajo që ajo është që se ko gjak shumë negativ kena full për AI dhe me gjithë se du të më këthy pak taj pozitiviteti. Tash për gjatë rast ku jam unë projekt është shumë e mirë. Do të mja kjo farë zgjidhja jonë, ko me aletësur jetën shumë gjithme, e këto familje janë në tepër kanë presion, tepër zarë e kanë situatën e tyne. Tash parmenon 23 orë në ditë, kime shku në punë, i ki, 37 orë, plus 23 orë, që atë kemi qu mas të hëllëmtu, mi gjetën qysh me jadnis shkollë, qysh në ashta hecë fëmija, a ka rampe me shtin klasë, a ka, aden, qysh këto, 23 orë një avtë, so ma letë jeta këmë ju shkue. Tash këta gjenë, që i fitojnë ato 23 orë një avtë, me kësë gjithje, nashta nuk smuen, ujnë e punu ma shumë, tani imi jopë shtetit tatime ma shumë, tani më rritë shtetit edhe ma shumë. Po kur janë të hje, ka shumë situatë vete, qështë që janë qëtash, nashta vinë smujnë e përbalue. Tash edhe me konë smut vetë, po edhe du të me këqyrë fëminë tanë smut, se kërkush dhe vjen të këqyrë, se s'ki mundësi qysh mi lypë ndim dikujna, nuk e din ku me shku me lypë ndim. E kjo ma e fështira, nuk mos me ditë, e mo ashtë hujtë Norvegjie, edhe ma fështire kanë adhen, edhe ma shumë kohë, s'dinë si, nashta nuk e dinë asë si ka ofrime për shtetit për me të mu, nashta hjek, pa pos nevoj me hjek, adhen. Po se dinë asë ata vetë, që punojnë, asë mjeku, asë ata, se ka raste për shambull që a nuk e ka ditë, po kur je hiti me hullumtu ma shumë në birokraci, e ke gjithë vetë që adin po banë për shumë. Po, tash kjo zgjidhja këmi të bua ato, s'ku me konë kjo mundësi mos me gjetën. Zvoglot birokracia, do me thonë pak, shumë ma shumë. Po edhe si ti, si adin përdoru si këto mundësi, ki me fitu, po edhe ata shka punojnë me këto për çdo det. Se janë këto si shkrujnë, për shembull faqet në internet, çdo komunë kanë reglat e veta me një mënyrë. Se më botë bëgjeti. Din komunat i kanë bëgjetet e veta.
nashta s'kan qatë shumë pare për që si ndima, kam bashkëpunojnë me komuna tjera. Adhe na, në komunë tonë, mujna kej qka ka edhe për krikjere, për asikorike me rota, kina ndim najsen tjetër, me taksi, me ta qof fëmin shkollë, me ta morë për shkollës, që si sene. Një komunë i kanë kejt ato i din shumë mirë. Tjetra komunë i din dhe tjera sene. Ta është bashkëpunojnë. Po ti si banusi që vetëm njënës komunë, ta është nuk i din këtu si bashkëpunojnë, adhen. Qysh mi gjetën këtu? Po nashta edhe s'kan kohë për mi shkrue, mi jopë këtë informata në internet, nuk jenë shënume, këta veç i din. Do të mi kontaktu direkt, mi vetë qështoj kam situatën, qysh ta zgjidhe. Ata të dimojnë, po, me lypë në internet nuk i gjenë kërkon. Se s'kan kohë mi shënue. Po dhe si kanë mush, se nuk ka. Po dhe, edhe, si këta si nashta tash mujnë më ma shumë kohë, mi qyrë ma mirë. Pacientët e vjeta. Dhe me thonë, kjo veç gati është, pas ka me dalë si pilot projekt, edhe përdojrë ta kretë Norvegjina, apo vetëm disa komuna? Fillimisht veç i kena 3 komuna, si kena veç me provue, qysh për reagojnë. Testet e para i kena bo vitin e kalumë, tepër pozitiv, po ata normal, si janë me një situatë shumë të vështirë, çdo ndim ju do këtë tepër pozitiva, dhe s'mujna me bazu vetëm në ato prova, a është gati për këtë shtetin. Do të ka dalë me rritën, me hop derën. Me morë informata, me morë feedback. Me morë feedback, provojnë e ty, nashta najtë temë e kena shumë mirë. Nashta nuk kena që shumë informacion për një temë, se shumë adim popullë shumë interesuar për qatë temë, mujna të adim bazën e informatën me rritë, edhe me bëdhe matë mirë për hopët për krejtë shtetin. Është kjo edhe për ato që janë të pritë për shambull në rend për operacione, për jo, vetëm për fëmi. Vetëm për fëmi është kjo. Dhe me thonë fëmijët që janë me pasoja, ose që kanë, Jo, koka e mirë, koka interesant, shumë që i ka nevojë, dhe me thonë. Shumë ka nevojë. Edhe, tash ka shumë AI përdoret shumë si chatbot në për firma. Për më dhe në firmë tonë besoj si është dikush që rrinë telefon, me mështëri me thiren, me thonë, prish, adhen, prish akulloria, koka konë e tharë për toblja najsen, adhen, do të ato më përgjit dikush, më falni, ti qojna dhe 3 litra akullora, shka është? Si do është problem. Po, e ta shti, më vend si najkush me posat punë, mund me kry me AI, adhen, edhe shumë letë, se firmat tash na kena projektin shumë shtirë se ka shumë dokumente. Adhen, se është krejt sektorat e shtetit do të janë të morin pjesë. Adhen, se ka shumë dokumente që ka me konta. Po për firma ma të vogla, se ki veç një center për mështëre, ata i kanë këtë reglat shumë definume. Adhen, e kanë ashta një tekst, një liber për mështëre, që shumë përgjith, që ka farë probleme muj me pasen, që ka janë përgjegjet e tyne, që shmi japë, i mësojnë ata, shkojnë training, ato këtë mund një AI shumë letë me jamor punën, 100%. Për këto 3 tonë, Norvegjisë e kjetu, koqa shumë dhe t'i ashtu, prej moshës 2 javë që të më kërëra Norvegji këto, edhe i ke arritën 2 gjenerata tona shqiptare këto që janë Norvegji, që kështë preferu edhe, që kështë propozu për ta, i këshilë më të mirë. A të vazhdojnë studiojnë si Kosovarja këto, a ponë mjek, inxinjer, arkitekt? Unë e thashe këm skjedh një udhë, një jetë, nashta jo qaqë normale, po? Zoshme në realitet. Po, unë e këm zgjedh për shefit tem. Dhe në kërkur se më kam nollen, po, kërkur se më kujtojt fillimisht, në shkollë të mesme, gjithë më konë që me aftë matematikë. E bobën e kom ekonomiste, kërë më kom posën matematik edhe ekonomi në shkollë, ti ke brejt ma interesant për ekonomia, adin se ma jakoj ke pizemrës tina, adin se ekonomista, po, e the ke po, qka dushte, qysh dusht, tani zjedha unën për fizik, kemi kom posën në shkollë të mesme, po veç e kom zjedha unën tem, qka mu ka dok mu ma interesant, qka mu ka jop mu ma pasion njët, për shemë unë e kom zjedha astrofizikin se
kur atë një notë shumë e qartë, kur është shumë terë, ishe këtë yjet, halo tash 41 vjetë, halo, qysh më nole fryma pak, wow, qysh, so fat kam, si jem qatë moment me mujt me po që edhe në qitë kryes, gjithë këto yje, halo dhe qysh e kam një pasion, edhe, thamë si kërë zgjedh pasionin, thamë, kjo e po sukses. Po kërë zgjedh një punë vetëm si kemi fitun ta, e nuk i pasion për ta bëhen, nashta fiton pare, po nuk kemi kon një lumë tërë. Nuk jeti gjithë me shpirte me zemë. Interesant. Po. Jo, është interesant kjo për shembull që shumë mirë edhe me tush që bën pyetje për shembull se na kur kemi musafir në lëndë ndryshme edhe me kompetenca ndryshme gjithmonë i pyesim për shembull që çka preferoni, edhe na me vazhdu studimet se na e dim për 10 vjet e ardhshme sa i përket për shembull ITC ka me pas më shumë se motra medicinale për shembull ose vëlla medicinal. Tash po ajo bëhet shumë. Atëherë qysh me nëzon venat punave që janë kyqse, që mundesh se nashta punon një projekt 3 vjet, kryet. Andaj dush tjetrin projekt 2 vjet, atë gjithmonë dush me njek projekte që me mujt me mbijetu deri në pension. Po na e dim që ICT për shembull mundet me kon nashta edhe një 100 vjet, derisa zhvillohet mirë se tash kanë marrë rregulloret, kanë më shpërndan nashta pak më platforma më të ndryshme, pak më diçka që e dim për shembull ku mundesh me hi e ku mundesh mos me hi për shembull që mos me met aty në teknologjinë e asaj. Që ato edhe me tush që pyeti mirë për shembull a ja vlen me studiu? Absolutisht. Absolutisht këto farë është inteligjent artificiale. Vetë në fjalë ta thatë se nuk është inteligjencë e vërtet. Kjo këtë artificiale, sikur me shkuti mu zbukoru me nikcia, me injeksione, me silikon, me sene. Është bukuri e shpirtit e zemrës? Jo. Nashta nuk është as bukuri për shumicën ashtu kështu. Po unë kjo, adin mendimi jam personalisht, po është artificiale, nuk është inteligjencë e vërtet. Kjo është sikur papagallat, po në për filma që emitojnë njerin. Edhe kjo është veç imitim inteligjencës, nuk është inteligjencë e vërtet. Po, në tjetër lehtësim. Po, është lehtësim. Jetës përditshme. Edhe është ashta një farë më na leton udhën me birokrati e me sene se shumë, dhe që e këta pru bote me një vend, si birokratia, këtë po na rënan jetën shumë, adin? Jena shumë, procesi shumë i zarë. Në regjimeve të ndryshme, është Norvegjia nuk e di, neve kur rrinë me këto matë moshmit të kur edhe që s'kanë pas shumë punë është me këto entet e ndryshme, të jo s'ka ma mirë se Norvegjia, po të rish me gjeneratët e reja, ta është po shka be kjo punë, të shkon ati, shkon këto kur s'na zi një punë. A kupton, kjo puna birokratike, puna e zyre me një fjalë, është kogja e lodhshme. E kështu që mundësit e mirë ata derisa na e kemi këtë botën, apo alushi tha ma heret, kemi një telefon, apo kemi një kompjuter, dhe mund të zim në probleme, pa o interesu, pa e munu një person dytin. Ashtë tash, unë e këshyri telefonin tem, a ma ka qëta e kështë një e-mail, njët notës. Ashtë kjo pozitiva jo? E kjo teknologjia për na aftëson këtohen. Na po afron ka dole edhe fundit të intervistës, për fund për shembull ta shpedim që kanë nisë edhe kompjuterat, jo kompjuterat, po robotat më prodhu, do me thonë robot si njeri, veç që është robot me shumë informata mbrana në to, që ka kapaciteti ma shumë se njeri, që s'është e mushme mirë, po që ashtu të dhe po thojnë. A mundet mbrana 10 viteve, po thojmë nashta edhe ma pak veç mbrana 10 viteve, a mundet me pas njeri që e porosit një robot e ka të shpia edhe për mi kry disa punë? Për shembull e dim që Optimusi e Leonit është deri dikun i ndrejshëm, po a është e mushme? Besoj mrena 10 vjetëve. Shumë afoti i shkurt. Se shumë nisen është me programue këto, software me po hardware, është shumë, tash DeepMind, Google, me vjetë të mundu me bo këtë parë humanoid robota, din robota si duken si njerës. Se
shumë herë nuk na vyn neve me mu do roboti si njeri. Na vyn me kom për në fabrik, atë veç me pas një funksional. Veç 2 duar, se tash forca the future is physical. Ja. Do me thonë se këtë prodhimet, i teshav, i mobileve, i gjithë shka, këtë njeri i banë. Tash na i brejna shqitore, po këtë shkojnë për fabrika, me shumë gjenë, këtë telefonat me ndorë, dikosh, nashta ju fëmi inshallah, po kom i kombinu ato qipet e sene me dorë njeri, po mi montu e. është një farë me mujten, me zhvillu robot, e kryn qatë punë. Ato nashta vina për 10 vjetë. Po me konë një robot si vjene ta të fillon shpina, ti donë teshat e bardha edhe ti donë të zeza ato. Ato mund me konë, veç një një mojë, po mund me konën, ato besaj, se është shumë letë me zhvillu një program si mund me dalun gjyrat, ato e kumë bo e dhonë, po, si aja është shumë letë, ta është veç me posën ato software me boe, me dalun gjyrat, është shumë letë, do të është edhe me bo një robot, një fardore, si i kolpa, një qetë bordat me një, gjyrët zezat me një, ato besaj si boet, po me posë në e farë humanoid robot, si vjen shpe, e të bëtë si pastruse me një mënyrë, ti kryjnë ato punë të shpis, shka duhet gjithë kosh me kry. A ki pare, as ki pare, veç kur ki pare e pagun një njeri tjetër me ti kry, veç apet njeri i kryjnë, ato është qaq e komplikume, qaq dalojnë mes gjithë dhe të tyrë për njën tjetërës, se besaj se është shumë e komplikume, me arrit mërëna 10 vjetë. Qash, bile që ti jena rahat na. Ma din se mos po na zavensojnë, une ma shumë e kom për shumë mos po na zavensojnë. Na tash bura jena une me tushi, mune me thonë grata, din qa të badh është mu. S'kena nevojnë, të pëmarëm ka një optimus, edhe une me tushi do të me shku me në zonë peshqi. Se ata i krymë punë të qojnë të miti, marin të miti, shkojnë punë si një të zonë, i kur s'musion. Dhe me thonë edhe non-stop në punë. Ato idealisht i shkonë shumë mirë. Une me vene kësha shti në shpet një qase. Po pra, se është një ndimese madhe. Shumë. Pa mënoj me shku në shpe, edhe në vend si me thonën, adin se edhe me pas punë të mire, do me thonë farë punë e ki, ku shka në shpe i kitë njëta detyra. Si prend. Adin, baba i kotë njëta detyra, nona i kotë njëta detyra. E me mujtë mi t'i zavendësu, si t'i kohen me që me familje. Adin me janë mu ullë, me vizatua, me shku me lu futbala, me dollë me shoqe, me pina i kafe për vete, adin. T'i dikosh punë për shpia. Ta shë kam një robot, e kom blini asë farë Roborock. Pastru. Aja ma knoqi jetën. Po, sa të pastrojnë edhe lajnë. Kejtë makri, me shtiktik. Veç me AI tash, se gjithë firmë ka një farloj robote, adin, ma shumë, jo veç një, tepër, adin me kërë të zhvillu nëjë produkt, për me qeps, adin, këna konfol me klient, për Skanska, konfol me... Unë i kom punu aty 17 vjetë. Po. Sërlan Chips. Po, Sërlan Chips, po, apshe, ata e ka një farë njëre që është prodhojt, hinë kumpira, qirohen, prejhen, vlohen në zejten, adin bojnë analizat, ata janë thotë balla, du të mi vazhdu, mi vluën zejten, e sen, dhe i paketohen. E ato këtë është dikosh të najtë e këqyrë. Adin, gjitha pikë ato në fabrik. E më vend si me këqyrë një njeri, ato me konë një robot, si e inqizan, që ka pëndohet, edhe reagon, mini herë, në bas programit. Edhe automatikisht mund me lëshue adin me qelë një u tjetër, me largu se të këshia janë, o të mi thonë ndalohe se janë shumë temperaturën do të me ullë, me bo atë procesin shumë optimal, për mujtë me kriju so ma shpejt produktin, e me posen so ma pak hargjime për shumë mi qiru kupirat, so ma pak mi a hek livorën. Për shumë Sërlan Chips, nuk ja hekin heq livorën, do me thonë s'kan heq svin. Veç e lojnë. Po, veç e lojnë. Adin e këtu me bo një proces shumë optimal, këtu tash bohen. Dikush ja ka fillu,
Shumica nuk ja ka fillu. Po në çdo sens që ka prodhohet, mund me përdor inteligjencë artificiale për me ja bu analiza null procesit, edhe për me bu më optimal. Këtu buen tash. Edhe shumë interesant. Na të falenderojmë shumë që e arsonte edhe na ke shpjegu se kjo është temë që mundëm me vazhdu edhe shumë ditë tjera e shumë asine. Mirë po, ne kemi filluar me podcasta të ndryshme, kështu që do ta bëjmë një podcast ka dalë me Kosovar normal kapak që ti bëjmë disa epizoda e ti dojmë pak për shembull senet që është hardware, që është software, që është kjo, që është ajo, edhe kështu që mundëm në atë mënyrë për shembull edhe të njëjtën kohë shumë njerëz dhe më ju shpjegu ose ata me dëgju dhe me mësu sa më shumë për senet që me ditë sa më shumë se neve na vyn që më mësu hala, na kujtojmë që dim po s'dim. Kështu që duhet më mësu hala, ka dale kapak, e shoqër që kena kosovare, shoqër që kena shumë njerëz tjerë për shembull që kanë drejtime ndryshme, edhe mrena këty me podcastave edhe na do të mësojmë pak, do të bëjmë një falloj edukimi për neve edhe për vetëm pse ju. Ne të falenderojmë shumë, suksese në punën, në projekte, e gjitha ato edhe dhor Zoti që ai robot marr më shpejt edhe me pas në shpejtë tonë kanë robot. Ma letë, më knoq pak me nxon peshti. Pandera nga ona ime këtu Kosovar ishte kënaqësi të kemi sonte në studion Radio Lingjës të bashkëbisedojmë këto për tema të ndryshme ato që janë më reale tash edhe më aktuale. Edhe një herët shumë suksese shnet me familje, me burrin edhe me fëmijët, sepse një femër, një grup, një nan me arrit kësaj shkolle, për shembull tash edhe kësaj pune që ke, jo dhe lehtë, si astrofiziciente, më thonë një shkencëtare, edhe yjeve, edhe tokës, edhe botës që më na rrethon. Faleminderit shumë. Faleminderit.